Një operacion policor i zhvilluar mbrëmjen e kësaj të hëne në Tiranë ka goditur 3 qendra call center, të dyshuara për mashtrimin e qytetarëve evropian, duke çuar në sekuestrimin e rreth 1 milion eurove kesh. Aksioni është realizuar në bashkëpunim me partner ndërkombëtar dhe në drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, pas një hetimi që thuhet se ka zgjatur rreth 2 vite, që ka nisur me shkëmbim të informacioneve me autoritetet gjermane dhe ato austriake, të cilat thuhet se kanë sinjalizuar aktivitetin e dyshuar kriminal në Tiranë. Si rrjedhoi, për 7 persona është vendosur masa e sigurisë arrest në burg. Bëhet fjalë për Eduard Dallën, Matteo Hoxhën, Tedi Agastrën, Ledio Toçin, Joel McCollin, Marcel Lamin dhe Joy Hitain. Ndërkohë, për 2 persona të tjerë, Aida Vokli dhe Ledion Cenaj, është caktuar masa më e lehtë detyrim paraqitjeje, si dhe ndalim i daljes jashtë vendit. Ambientet ku zhvillohej aktiviteti i dyshuar janë zbuluar në disa zona të kryeqytetit, përfshirë një pranë kopshtit zoologjik dhe një tjetër në rrugën e Kavajës. Në këtë të fundit, aktiviteti dyshohet se ishte i organizuar në 3 kate të një godine, çka tregon për një strukturë të mirë organizuar dhe me kapacitet të lartë operimi. Gjatë operacionit, në ambientet e kontrolluara janë gjetur 10 persona që punonin si operator. Vetëm në një prej qendrave janë konstatuar rreth 60 punonjës, të cilët dyshohet se ishin të përfshirë në aktivitetin e mashtrimit përmes telefonit. Por hetimet nuk ndalen me kaq. Autoritetet shqiptare vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrjetin dhe për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet. Kjo pasi nga burime mësohet se ka dyshime të forta që në krye të kësaj skeme kriminale mashtrimi qëndron çifti Granit Pepnikaj dhe Anisa Kungjiu Pepnikaj, persona të aluduar prej kohësh në media si të përfshirë në këto skema mashtrimi digjitale, ku paratë e evropianëve kthehen në kompani fasad, pasuri luksi dhe rrjedh të qëndrueshme kapitali në Shqipëri. Kush është çifti Pepnikaj? Pak muaj parë, në media, u raportua se Anisa Kungjiu Pepnikaj është truri i call centrave mashtrues, që vjedhin miliona euro nga qytetarë të Bashkimit Evropian përmes platformave të rreme të investimeve online, ndërsa Granit Pepnika kontrollon aktivitetet e basteve të jashtëzlishme dhe është përgjegjës për pastrimin dhe investimin e fitimeve të siguruara nga kjo skem. Të dy së bashku përbëjnë një strukturë të plot kriminale, ku mashtrimet digjitale kthehen në kompani fasad, pasuri luksi dhe rrjedh të qëndrueshme kapitali në Shqipëri. Po sipas raportimit të 13 shtatorit 2025, Anisa Kungjiu Pepnikaj është truri i skemave të vjedhjes me call center. Ajo nuk ka precedent penal të regjistruar, por sipas burimeve operative dhe dokumenteve të siguruara nga pamfleti, ka krijuar dhe menaxhon strukturën që koordinon call centrat mashtrues që targetojnë qytetarë të Bashkimit Evropian me platforma të rreme investimi në forex dhe kriptovaluta. Përmes saj, menaxhohet rekrutimi i stafit, rrjedha e fondeve, fshirja e gjurmëve dhe futja e tyre në kompani shqiptare, në pronësi të saj ose të bashkëshortit. Kungjiu Pepnikaj është gjithashtu personi që ka ngritur linjën e salloneve dhe markave luksoze, që përdoren për të krijuar fasadën e suksesit dhe për të legalizuar shpenzimet e pashpjeguara. Granit Pepnika është krahu ekzekutiv i pastrimit të fitimeve të vjedhura nga veprimtaria kriminale. Ai ka precedent penal të formës së prerë dhe është dënuar nga vendimi për formën e prerë të gjykatës së rajonit gjyqësor Tiranë, me vendim numër 21ASHT datë 30/10/2017 për hyrje me forcë në banesa të banuara dhe vjedhje sendesh me vlerë të konsiderueshme. Vendimi është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendim 2400 datë 14/19/2018, ndërsa më 2 prill 2024 Gjykata e Lartë rrëzoi rekursin e tij, duke e bërë dënimin përfundimtar. Ky precedent e vendos Pepnikën në kategorinë e personave me rrezikshmëri të lartë kriminale. Granit Pepnika ka ngritur rrjetin e kompanive fasad, që përdoren për të injektuar fondet e përfituara nga aktivitetet mashtruese dhe për të legalizuar përmes investimeve në prona miliona, euro, automjete dhe sallone luksoze. Skema ndjek 3 faza të njohura të pastrimit të parave. Në fazën e parë, viktimat evropiane joshen nga call centra që lidhen me rrjetin e tyre për të investuar në platforma të rreme forex dhe kripto.
Parat futen në Shqipëri përmes tregtarëve informal të kriptomonedhave dhe nuk regjistrohen në sistem. Në fazën e dytë, këto fonde injektohen në kompanitë e tyre si kapital i ortakëve ose si të ardhura nga shërbime të deklaruara fiktivisht. Në fazën e tretë, fondet përdoren për blerjen e pronave, automjeteve dhe financimin e salloneve luksoze, duke u shfaqur në letër si të ardhura të ligjshme.